Kjo është salla operative projektit Smart City, zemra e teknologjisë që do të monitorojë pjesën më të madhe të vendit. Nën funksion të saj do të vendosen mijëra kamera inteligjente, të cilat do të fiksojnë krime të ndryshme, nga krime të rënda, automjete të cilat janë shpallur në kërkim, shkelje të ndryshme të qarkullimit rrugor, si dhe vepra të tjera penale të cilat rrezikojnë ose cënojnë sigurinë publike. Kamera Vision Plus është futur brenda sallës operative të Smart City. Këto ekrane bëjnë monitorimin në kohë reale të shkollave ku janë instaluar kamerat e teknologjisë së fundit. Shkollat e përzgjedhura do të jenë në monitorim të rrept, sidomos gjatë orarëve të mësimit, për të parandaluar çdo situatë që mund të krijohet mes nxënësve apo personave të tjerë. 20 shkolla në Tiranë janë përzgjedhur për të integruar me sistemin e smart të monitorimit të këtyre shkollave. Janë 20 shkolla me nga 30 kamera secila të vendosura për qëllimin e monitorimit të aktiviteteve të cilat ndodhin në ambientet e përbashkëta të shkollave, siç janë korridoret, hapësirat e përbashkëta apo perimetri i sigurisë. Alarmi kuq jepet me njëherë sapo identifikohet një konflikt i mundshëm, duke treguar në kohë reale me pamje të fiksuara dhe armë të ftohta apo sende të kundralishme që mund të përdoren nga autorët. Në momentin kur do të ketë një konflikt të mundshëm mes nxënësve, apo do ketë një mjet prerës apo një thik apo diçka tjetër, sistemi automatikisht do të alertojë me ngjyrë të kuqe sallën e kontrollit. Ata do të bëjnë njoftimin si fillim të oficerit të sigurisë në shkollë, të drejtorit të shkollës. Më pas do duhet të njoftoj patrullën që mund të jetë më afër shkollës. Tashmë do kemi sigurinë maksimale që ne të parandalojmë këtë ngjarje që në momentin e parë që ajo shfaqet. Jo vetëm në shkolla, por ky projekt pritet të shtrihet në pjesën më të madhe të vendit, duke monitoruar çdo aks rrugor, shesh apo vend publik. Projekti është rishtrirë në 12 drejtoritë vendore të policisë së shtetit në 24 bashki, ku do të instalohen më shumë se 5.000 kamera, të cilat nënkuptojnë jo vetëm radar inteligjent për sigurinë rrugore, por edhe kamera të inkorporuara në trupin e policisë së shtetit, apo sensor për ndotjen akustike. Kështu që është një projekt në tërësi, i cili do të sjellë pas një diskutim më shumë siguri publike për gjithë qytetarët. Smart City pritet që të vinë ndihmë policisë në ngjarje të rënda të vrasjeve, duke treguar momentin e krimit apo rrugët që kanë ndjekur autorët, por jo vetëm kaq, por edhe për sigurinë rrugore, pasi çdo targ problematike do të raportohet. Në të njëjtën kohë, sistemi sinjalizon shkelje të kodit rrugor, si përdorimi i celularit, parakalimit e gabuara, rripi i sigurimit apo tejkalimi i shpejtësisë.